Le të flasim për agentët AI. Do t'ju tregojmë se si të filloni në mënyrë të thjeshtë. Bota e AI ndonjëherë duket si univers paralel, apo jo? Shumë dihen kështu. Por lajmi i mirë është ky, nuk jeni vonë, akoma, dhe s'ka nevojë për kodim. Atëherë, ç'është një agent AI? Imagjinojeni si një asistent digital që kryen punë vetë. Pra, një agent është më shumë se një chatbot. Ai arsyeton, përshtatet dhe arrin rezultat. Çdo agent ka 3 pjesë kryesore: një tru që mendon, kujtese dhe mjete për të vepruar. Po pse tani? Sepse kemi arritur një pikë kthese. Kjo teknologji është e hapur për të gjithë. Mbajini mend këtë vit, 2026, pritet të jetë viti i agjentëve AI. Mundësia është e jashtëzakonshme. Mos e mendoni si një zëvendësos total, më shumë si një koleg i ri për detyra specifike. Kjo krijon partneritetin perfekt. Njerëzit gjykojnë, agjentët ekzekutojnë. E thjeshtë. Mirë, po si fillohet? Para çdo teknologjie ka një hap thelbësor dhe është më i rëndësishmi. Hapi i parë, dokumentoni proceset tuaja. Shkruani çdo detaj të punës së përditshme. Vetëm ky veprim do të zbulojë jo efikasitetet. Do t'ju ndihmojë të thjeshtoni gjithçka. Pra, qëllimi është ky. Së pari, optimizoni punën. Pastaj, automatizoni pjesët e duhura. Kjo është në fakt aftësia kyçe, të identifikosh çfarë ja vlen të automatizohet. Dhe ky është vetëm fillimi. Në videot e radhës do shohim si t'i ndërtojmë këtë agjent. Pra pyetja mbetet, cili është procesi i parë që do të shkruanit në letër?